Top Albania Radio, she's on air. Rikthehemi të dashur miq në Top Albania Radio në 100 FM dhe në digital në kanalin 10. Jemi përsëri këtu me Armelën në këtë pjesë të fundit, edhe patjetër që nuk duam të ndahesh. Patjetër që donim dinim pak më shumë për ty edhe për qoftë çik më shumë për jetën personale dhe jashtë top arenës, edhe se si të ndikojnë ty. Nëse nuk kam çfarë them sikur. Of course, jo, më shumë pak në fakt do të ndalesh atë rrjetet sociale dhe te komentet që ti patjetër merr plot pozitive apo negative, dhe cili ka qenë ndoshta komenti më i bukur që ti ke marrë këto kohë të fundit edhe që të ka ngelur kështu në zemër? Ka qenë që ka qenë një shumë i bukur faktikisht. Top Channel diti çfarë bëri kur të mbajti pjesë të produksionit. Edhe mama ka mbushur shpirtin plot. Po ndonjë nga këta negativët që nuk i qepet. Luanët e tastierave siç i thrasin të gjithë. Çuditshmit. Sa shpërndajmë energji negative kot këtu tani. Po dhe të ngelet ndonjëherë ose a ndikohesh ti? Nuk ndikojnë fare. Mundësisht un jam aq e zënë, sa që nuk m'del as koha të shikoj, por edhe kur i shikoj, mos bëj kohë sikur nuk i shikoj asnjëherë. Patjetër. Dhe kur i shikoj, i bëj screenshot, ja çoj shoqeve dhe qeshim. E bedosht. Mënyra më e mirë për Ka për tjetër se si jam e vogël. Mos bëni gabime. Armela, si mundohesh ti, si e menaxhon ti balancën midis jetës private dhe asaj publike? Po mundohem akoma ta mësoj se si ta balancoj. Ky është misioni më i vështirë që kam. Kjo është sfida e vërtetë. Shiko, me aq sa mundohesh ti. E mban më çfarë thash herë në fundit kur ishim taksi duke u kthyer nga puna bashk, do doja shumë që dita mos kishte vetëm 24 orë sepse nuk ja dal dot. Po çfarë do bënte tjetër Armela nëse do shtonim dot orët e ditës pra? Përveç atyre që ti bën. Të paktën ti kam palestër, të paktën për veten time, se nuk po më del koha fare. E ke justifikim këtë. Unë palestër për shembull shoh goca që vinë bën meeting aty. Kur bën pist vrap. E kundër meje tani apo me mua? Mund ta gjesh kohën për palestër. Mendoj unë, nëse ke disiplinë. Mos e bëni. Jo, Saloni. Ishte mirë aty ku ishte. Saloni bën punën e vet, po e bën më së miri. Shumë nga Saloni se kemi edhe për herë të parë sot. Po shikosh anën pozitive, po të jap frymëzim që të bësh palestër më shumë. Dhe unë do të thoja me që jemi tek balancat e jetës, na trego pak çfarë ka një gjë që Armela nuk do ta ndaj kurrë me publikun. Edhe ta ndash tani. Atë që se të ndodh. Po çfarë është ajo pra që s'u thua dot? Jo, është jeta private, çfarë ndodh brenda jetës private. Pastaj përveç se kësaj unë nuk kam thënë që gjërat që nuk janë të bukura, që janë që të cilin jo zemërim, po mërzi, pak maraz, unë nuk kam qef që t'i ndaj në rrjetet sociale deri në momentin që ka përfunduar, jo është dhënë zgjidhje dhe jeta është bërë e bukur prapë. Cili është fakt një mesazh që do doje t'ju jepje vajzave që do donin të futeshin botës së televizionit edhe patjetër të krijoni një karrierë në media? Njihni veten tuaj përpara. Mos ju fusni televizionit pa u njohur me veten, pa e ditur kush jeni, limitet tuaja, çfarë ju ndikon, çfarë nuk ju ndikon. Momentin që nuk e njihni mirë veten, vjen dikush ju thot një X gjë që ty nuk të pëlqen dhe ty thjesht ndikon sepse ti nuk e njeh veten tënde. Momentin që ti njeh veten tënde, bësh si unë që okay, whatever. Duke e njohur veten tënde kaq mirë. Duke e njohur veten tënde kaq mirë, a ka pasur në një moment Armela që ka marrë një propozim për një projekt, po për shkak të pagesës nuk e ka pranuar? Shumë herë. Për pagesa të ulta as nuk e ngrej fare atë çarçafin që dal nga krevati, me të drejtën. Po nëse ka qenë një pagesë shumë e mirë, po ai lloj projekti nuk të përshtatet, ty e ke refuzuar? Absolutisht. Po. Nuk mund të bëj gjëra për shembull topless apo. A ka rivalitet mes vajzave të ekranit dhe pse është krijuar ky lloj stereotipi? Ka dhe më vjen keq që ka, sepse ti sfidën e vërtet duhet ta kesh me veten tënde, ta gjesh problemin tek vetja, nëse nuk je aty ku duhet. Nuk e ke asnjëherë me tjetrën, nuk je në sfidë me vajzën tjetër. Mund të jesh sfidë me disa pjesë të personazhit që vajza tjetër luan në televizion, por jo me vajzën.
thjesht duhet kompletosh, duhet rritesh, duhet bësh, sepse duhet xhelozoj unë Franceskën, se Franceska është moderatore, ka punuar ditë aty, bravo i qoftë, bën mirë punën e saj, unë bëj punën time. Po të ishim gjithë doktora, këngëtar, kushdo vënte një X gjë, kështu që. Televizioni të jep shumë miq, më veço vajzë ose djalë, një ose më shumë, një mikesh të mirë që ty televizioni ta ka dhënë. Një ose më shumë, Unë miqt më të mirë, të mit, i kam prej shumë vitesh. Kam një rreth shumë të vogël që pothuajse nuk ma njeh askush, nuk i postoj kur janë shumë privat. Po do të them kë kam njohur në Bik që gëzoj marrëdhënie shumë të mirë sot e kësaj dite, Xhodin. Me Xhodin shkoj shumë mirë, jemi tamam shoqe, pa ligësi, gjithmonë dashamirësi ndaj njëra tjetrës me shumë sinqeritet. Të kisha edhe ty, po ti mike tani, kështu lëvizje. unë përballë te jam, po. Çfarë, do të thënë se ke, se jam kurioz më të. Jo, e kisha pak më. Aman Armela se del lajme pasaj ka rivalitet midis Armelës dhe Stelinës, zihen Armela dhe Stelina, të lutem. Asgjë nuk na ndan neve përveç se orareve të punës. Veç orareve të punës. Mike dhe rivale, askush nuk do të na ndajë neve do. Ka ndonjë kris apo jo? Po jo, more, mos alion. Kape. Fakt. Ku do të vendosësh ti që more? Po atë që more, ku do të vendosësh? Ata di unë mos u merr me atë punte. Keni një pyetje për Armelën? Përveç mirë. Ku e çoj unë? Kam disa, po ja, pastaj. Nuk ka koza I Alion. për pastaj. Armela, dëgjoj. So un kam goxha eksperienca me ty edhe di disa gjëra kështu në përpasken. Di dhe nga ato trëndafilin që ti more kur ne ishim bashk. A vazhdon Armela të marrë trëndafila kështu? Ti gjej vend e pa vend siç gjetëm ato ditë. Tek letra. Kisha bashku edhe Stelinën me atë, nëse ti më merr. Kështu që unë nga që ti nuk duhet bashkohesh, unë nuk e mora edhe e lash me atë. Unë e lash, vazhdoni ju me pyetjet se dolën nga udhëtimet tona tek Kalaja e Drish, 18 të guximshmit, ndaluam edhe në Shkodër, edhe kemi parkuar, kemi vazhduar punët tona, kur jemi kthyer te makina, kemi një nga djem që kaloi momenti që ne parkuam, kishte lënë një lule dhe një pusull. Edhe thonte edhe Stelinën me Kesin I kisha bashkuar, vetëm ti të më kisha marr. Do të pas ka shkuar në këtë lloj dikush është forta, a mund të jap një detaj tjetër se ne jemi në limitën e kohës, po mund të jap një detaj tjetër. Unë kam qenë në një festival para pak ditësh edhe ngjitur kisha shokun e tij dhe më tha mua, ne ta kishim lënë 4-5 trëndafila, tha kundërto njëra ka qenë tha prej nga unë për ty, pra për mua, por nuk e di kush ka video trëndafila dhe më tregoi foton. Dhe unë nuk e di se si ky shoku vet donte me pajtu mua me atë kur shoku tjetër donte të merreshe me mua, nuk e di se çfarë ndodh. Lista me ty. Çdo gjë më bëhet akoma dhe më e çuditshme. Ne pse hutohemi ne pastaj? Thoni pastaj mërzitu, pse s'mërzitesh ti ose pse zgzohesh ti? Po njerëzit nuk dinë çfarë duan. Shokët janë të fut njëri tjetrin. Armela, ishte shumë kënaqësi që ishe këtu me ne. Urojmë shumë suksese në këtë sezon të Top Arenës dhe paçkëmën e mbar për sa më gjatë pse jo. Falenderoj. A u kënaqë më shumë me ky podcast apo te I fundit? Te I fundit. Ta dim edhe këtë. Është kënaqë tash se është jetë ti, është Alioni sot, kështu që vetëm se ke ardhur ti. bile tash do vi të shpesh. Kjo Sa janë gjithashtu ishte dëshirë, ishte kënaqësi. Ngelet për të diskutuar mes nesh. Gordion do të kam atë do Po pse s'te do më ardh prap? Akoma më shumë herë tjetër shumë. Faleminderit. Faleminderit të gjithë juve që na ndoqët dhe do të rishihemi përsëri te njëjtën tjetër me shumë dashuri. Ne do ta mbyllim edhe këtë episod të sotshëm. Shumë puthje virtuale. Mua. Mirpafshim.